Si gjykoni disa nga iniciativat e qeverisë shqiptare, i referojmë këtu përkatësisht një moduli të stërvitjeve të përbashkëta mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, dhe një memorandum i bashkëpunimi mes tre ministrive të mbrojtjes. I referojmë gjithashtu kompanisë shtetërore Kajo, e cila gjithashtu synon të forcojë lidhjet e të risë kapacitetet në logjistikë dhe mbrojtje, dhe së treti 2% që është arritur mos gaboj që vjet, të paktën i deklaruar zyrtarisht nga qeveria shqiptare, pavarësisht atyre trukeve që emergjenca civile hiqen nga një ministri dhe futen te ministria tjetër, por qeveria shqiptare ka thënë që ne kemi plotësuar deturimin 2%. Si gjykoni këto iniciativat të qeverisë shqiptare, a janë përpjekja e dur në rrugën e dur? Ilir, më le të sqaroj sepse këtu gjithmonë çdo gjë fillon nga e para. E para njëherë do të thënë 2%, që jo 2%, po 2.21% është realizuar në vitin 2008. Për herë të parë. Dhe pastaj do të thënë ka qenë një nga marrëdhëniet e biles ka një histori të sekretarit Ramsfeld me kryeministin Berisha për të arritur këtë nivel si një detyrim para samitit NATO-s në Bukuresht. Dhe kjo u realizua në vitin 2008. Besoj kjo përbën lajm, do të thënë është herë e parë që e dëgjojmë. Po tu do të thënë ky është problemi, ne nuk lexojmë asnjë histori, e fillojmë historinë me veten tonë. Edhe këtë ja kam thënë edhe ministrit mbrojtjes. E dyta, për sa i përket asaj që ushtruat të bashkëpunimit të tre vendeve, mendoj që është një iniciativë pozitive. Por duhet patjetër që kjo iniciativë pozitive të ketë një burim politik, sepse politikat e mbrojtjes nuk janë thjesht politika ushtarake, janë shumë më tepër se ushtarake, politikat e sigurisë. Dhe ka nevojë për një dimension NATO në rajonin e Ballkanit, i cili duhet zgjerohet më tej sa tre vendet, mundësisht në vendet e Evropës juglindore. Ne shkojmë samitet e NATO-s tërësisht përgatitur. E kemi thjesht momente marrim fotografi, takuam këtë apo takuam atë pa një substancë për të analizuar se çfarë bijem ne më tepër siguri dhe më tepër interes në rajonin e Ballkanit. Edhe pse NATO e ka shfaqur hapur që ka interes për rajonin e Ballkanit për frenimin e Rusisë dhe të Kinës, ashtu si dhe National Defense Authorization Act. Dhe ajo që dua të them, sulmeve hibride mbi të gjitha. Sulme hibride, pra kërkohet një analizë e përbashkët dhe kështu ke më tepër leverage ose më tepër autoritet kur shkon NATO si vendet e bashkuara dhe shqiptarët kanë mundësi të lozin një rol jashtëzakonisht fuqishëm të ky pikpamje. Siç është ky modul ushtarak, ne mund të krijojmë një modul politik e ushtarak për përfshirjen e Kosovës dhe për ta futur atë në rrugën e antarësimit NATO. Dhe më fal se nuk thash, një nga gjërat më të mira të Forumit Sigurisë ishte kërkesa e kongresmenit Self për antarësimin e Kosovës në NATO, që ishte si një mision i tij i cili u mirëprit nga të gjithë përfaqësuesit e detyrisë. Dhe kjo ishte një gjë jashtëzakonisht pozitive, por ta vazhdoj logjikën. Për fatin e keq, në vend të ndërtimit të një dimensioni NATO në rajonin e Ballkanit, nëpërmjet nismës për Ballkanin e hapur, ne krijuam një dimension tjetër të raporteve me Beogradin. Në një kohë që Beogradi, Kina dhe Rusia janë kërcënimet e sigurisë në rajonin e Ballkanit. Dhe kjo ishte vetëm e vetëm për të rritur do të thënë autoritetin e individëve që drejtohen, siç ishte Rama rast konkret apo Vučićit, që vjen në dëm të interesave shqiptare. Dhe po ta shikosh nga pikpamja e zhvillimeve, jep më tepër hapësirë do të thënë penetrimit të Rusisë dhe të Kinës në rajonin tonë të Ballkanit, cilët janë kundërshtar të interesave të Shqipërisë. Prandaj them që politikisht duhet ndërtuar një herë para një mirëkuptim për sa i përket kërcënimeve të sigurisë dhe në mënyrë të përbashkët veprojmë pastaj edhe në ngritjen e niveleve operacionale ushtarake. Dhe thash, mënyra më e mirë është nëpërmjet investimeve të përbashkëta, prokurime dhe smart defense, duke ftuar industrinë ushtarake amerikane dhe europiane. Për të kaluar tek pika juaj e tretë. Shiko, tregu i industrisë ushtarake është një treg shumë kompetitiv dhe industria ushtarake nuk zhvillohet se ke dëshirë apo s'ke dëshirë. Çështja është se sa forcë ke ti për të hyrë në treg. Zoti Rama ka premtuar dron shqiptar për asamblenë e radhës të NATO-s që do zhvillohet në 2027. Po ju marr vetëm një dhënë. Industria e dronëve në Ukrainë ka kaluar shumë herë më tepër se industrinë ushtarake të dronëve në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo të Europës. Janë on real time, do në mënyra se si ndërtojnë dhe si zhvillojnë. Pra nuk është një treg pa kompeticion. Nëse ti do ndërtosh industri ushtarake që ti shërbej vetëm forcave të armatosur të Republikës së Shqipërisë, është një gjë kaq minimale se nuk ka asnjë, do të thënë, koncept ekonomisë tregut që mund t'i rezistojë. Nëse ti ndërton industri ushtarake e cila gjen hapësira në tregun, qoftë ballkanik, qoftë në tregun evropian, në fushën e industrisë ushtarake, atëherë po është e vlefshme. Nuk është se ne s'kemi pas industri ushtarake. Shteti ka të pamundur, është i pafuqishëm për ta menaxhuar. Dhe nëse burimet e mbrojtjes do shkojnë në investime të tilla, të cilët përpiqen të krijojnë strukturat industrisë ushtarake, duke mos investuar në kapacitete operacionale, për të garantuar atë që është e nevojshme, do të thënë që forcat armatosura të kenë atë aftësi që duhet, do të thënë për sa i përket misionet që kanë për garantimin e sovranitetit kombëtar, edhe si forca ndërvepruese të NATO-s dhe në rajone më gjerë, mendoj që do të thënë shkojmë në drejtimet që nuk duhet. Megjithatë, do të ky është një vlerësim pak i sipërfaqshëm, shpresoj që të kemi diskutim më të gjerë rreth kësaj çështje. Do të rivitalizimi i industrisë ushtarake
Unë nuk di që të ketë në një vend tjetër në rajonin e Ballkanit, domethënë që ta bëj, sepse do burime të jashtëzakonshme financiare. Pastaj, mënyra se si ndërfuten partneritetet, kjo është pastaj duhet të ketë patjetër një proces shumë transparent. Ka një mekanizëm i cili është kërkuar edhe në konferencën e sigurisë që quhet investment screening, që garanton që çdo investitor që vjen nuk ka interesa të cilat vinë ndesh interesat tona të sigurisë kombëtare dhe vendet të cilat nuk kanë ndesh interesat tona të sigurisë kombëtare janë pikërisht vendet anëtare të NATO-s. Ne duhet të jemi shumë të vëmendshëm nëse bashkëpunimi krijohet jashtë sferës së marrëdhënieve me NATO. Ne zoti Mediu kemi një këshill kombëtar të sigurisë i cili drejtohet nga presidenti i Republikës. A duhet ky këshill i sigurisë të prononcohet në raste të tilla dhe të ketë një lloj filtri në lidhje me atë që ju sapo thatë? Kam kohë që e them që ne nuk kemi këshill të sigurisë kombëtare. Ne kemi të shkruar në kushtetutë që kemi këshill të sigurisë kombëtare dhe për ligjin e forcave të armatave kemi këshill të sigurisë kombëtare. Nuk e kemi. Është jo efektiv. Sepse jemi vetëm i vend antar i NATO-s që nuk bëjmë një analizë të gjithë informacionet të inteligjencës apo institucionet që merren me çështje sigurisë se kush janë kërcënimet dhe problemet dhe qëndrimet që duhet marrim.